le të themi si ta fillojmë ditën për shembull. Atëherë, jemi të ngritur nga gjumi, ndoshta të plogësht e kështu me radhë. Të parin që duhet të ngacmojmë, t'i çojmë sinjale, duhet të jetë hipocampusi dhe truri i vogël. Po si e bëjmë këtë gjë? Nëpërmjet receptorëve nervor që kemi në shputën e këmbës. Pra, praktikisht, ose marrim dhe bëjmë një kështu, është një pajisje që mund ta lëvizim ne te këmbët, gati 1-2 minuta, ose siç e kam këmbën për shembull. Në rastin apo është jo, ai është i lëmuar. Ne duam diçka kështu si ato shapkat që kanë sa si kurrize kështu. Ato sikur ngacmojnë receptorët nervor. Atëherë çfarë bëj? I mbledh gishtat e këmbës kështu 50-60 herë. Dhe pas kësaja mund ta marr, e relaksoj pak shputën e këmbës me mollzat e gishtit, dhe pastaj bëj 4 gishtat kështu dhe ja kaloj kështu 2-3 herë kështu. Kjo me njëherë fillon të më çojë sinjale rizgjimi të trurit të vogël dhe në hipokampus. Asgjë nuk kushton. Pra thjesht tek shapka, këtë dhe pak me mollzat e gishtit. Mbaruam me procesin e parë. Procesi i dytë është kjo, të marrim tash, ne nuk e dim si kemi fjetur gjatë natës, a me qafën drejta, shtrëmbra kështu. Bëjmë pak lëvizje të qafës kështu. Sikur themi jo, por ta zgjat pak qafën kështu. Për shembull, ne themi jo, këtë veprim bëjmë, po e bëjmë pak më të sforcuar. Dhe pastaj sikur them po qafës i jap drejt kështu, drejt në pjesën e mbrapme dhe mjekra sikur të më vi afër gushës kështu. Po 5-6 herë deri në 10. Mbas kësaj të nxitim çik qarkullimin e gjakut duke e masazhuar në të dy krahët. Pra, filloj nga poshtë lart këtu te pjesa e qafës, në të dy krahët me këto me gishtat e mëdhenj dhe mandej një masazh skalpi të kokës 1 deri në 2 minuta. Do të nxitim, do të përmirësojmë qarkullimin e gjakut. Mbushim kraharorin, mushkrin, e mbushim me ajër pak e nga pak, po e ngjesh e fry gjithë kafazin kështu. Dhe e mbajmë për sa sekonda? Në këtë mënyrë, unë ato hiluset e poshtme të mushkërisë, më falni, ato anësitë e saj i kam mbushur me ajër. E mbaj ajrin dhe nxjerr pak e nga pak. Pra, fillova të çoj oksigjen në tru dhe i bëj si thuash një gjimnastik trurit. Pra, me këto, po ja bëj një gjimnastik trurit. Po ja bëj një tjetër në ajër në natyrë të pastër edhe. Këtë ne e bëjmë 10-15 herë. Mbas kësaj, le të marrim për shembull dhe të pim 1 gotë ujë esëll, po para se të bëjmë këtë ujin, mundet që ose me furçën e dhëmbëve të ngacmojnë çike receptorët e gjuhës, sepse edhe kjo ka lidhje me hipokampusin, ose ajo furça me sodë që ai që e ka gjuhën të zbardhur pa diskutim duhet ta bëjë me sodën e bukës. E pastrojmë dhe ngacmojmë këto receptorët nervorat. Atëherë mbushim thjesht 1 gotë ujë ose 1 gotë ujë me pak fara liri. Sepse, si thuash, i japim ujin së bashku me këto omega-3-shin, 6 dhe kështu me radhë. Ose mund të marrim, mbushim 1 gotë ujë, hedhim në të 1 lugë çaj me mjalt, e tresim dhe shikoj, i fusim organizmit 1 ujë për detoks dhe pak aminoacide nga mjalti. Atëherë, shikoj, filloi truri që të marrë jetë. Si thuash, po marr një plak, e çojnë palestër dhe i filloj të bëj nga pak ushtrime. Atëherë, kjo, si thuash, le të jetë 5 minutëshi i parë i çdo njeriu gjatë ditës.